ne kemi hapur një thirrje qysh para më shumë se një muaji, një thirrje për grante deri në 25.000 euro, ku të drejtë aplikimi kanë të gjithë prodhuesit vendor, mirë po përparësi kanë ndërmarrjet në treg të liberalizuar. Çfarë kam dëgjuar tash së fundmi, që po përflitet, është që Oda Ekonomike në rolin e një akteri politik opozitor është duke i inkurajuar kompanit që të mos marrin pjesë në skemën e granteve. Unë me që e përmendet, po ju bëj thirrje edhe një herë të gjitha kompanive prodhuese, pra mikro, të vogla, të mesme ose të mëdha që kanë dalë në treg të energjisë, që të aplikojnë për grante deri në 25.000 euro për eficiencë të energjisë, ose për sisteme solare, ose për bateri, ose për izolim të ndërtesave. Si që thash më herët, kompanitë që janë në treg të liberalizuar të energjisë marrin një vlerësim më të lartë se kanë pikë shtesë, mirë po kjo nuk do të thotë që të tjerat janë të përjashtuara, prandaj ju bëj thirrje të gjithë prodhuesve që të aplikojnë në këtë skemë.